dhe uroj që më 6 gusht Kosova të arrijë të konstituojë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Respektoj fjalën e tij, por edhe ai e ka theksuar atë ditë që ende nuk kemi vendosur se kush do të jetë propozimi jon. Dini do të mbahet më datën 6 gusht në orën 10. Rendi i ditës i seancës konstituive sipas rregullorës ka këto pika: formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit dhe të mandateve, shqyrtimi i raportit të tij, betimi i deputetëve dhe zgjedhja e kryetarit apo kryetares kuvendit dhe zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Seanca do të kryesohet nga deputeti më i vjetër në moshë, që është zoti Avni Dehari, i ndihmuar nga deputetja më e re, që është zonja Fatma Taçi. U pajtuam edhe për caktimin e ulëseve në sallën plenare, sipas numrit të mandateve dhe praktikës parlamentare, duke pasur parasysh vullnetin e shprehur të subjekteve që përfaqësojnë po ashtu grupet parlamentare, pra deputetët e grupeve parlamentare dhe ata që vijnë nga komunitetet joshumicë. Administrata e Kuvendit ka përfunduar përgatitjet për regjistrimin e deputetëve dhe siç e dini, regjistrimi i deputetëve do të ndodhë më 3 gusht për lëvizjen vetëvendosje, më 4 gusht për PDK-n dhe LDK-n dhe me 5 gusht aleanca dhe deputetët që përfaqësojnë komunitetin joshumicë në Republikën e Kosovës. Procedura është e njohur për gjithë, përgatitjet e Kuvendit kanë përfunduar dhe uroj që më 6 gusht Kosova të arrijë të konstituojë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Puna që na pret është e madhe, sepse qytetarët më 7 qershor e thanë qartë se çka presin nga ne dhe se çfarë presin nga institucionet e Republikës së Kosovës. Po ashtu më lejoni të ju njoftoj që më 10, 11 dhe 12 gusht dyert e Kuvendit do të hapen për bashkëdhetarët tanë. Të gjithë ata që këtë verë kanë ardhur në Kosovë mund të hyjnë në ambientet e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të ulen në ulëset e deputetëve të Kuvendit, të shohin dhe të mësojnë nga afër për institucionin që i përfaqëson edhe ata. Ky Kuvend nuk është vetëm një atyre që jetojnë në Republikën e Kosovës, është i gjithë qytetarëve, qofshin ata në Republikën e Kosovës, qofshin ata jashtë saj. Prandaj ju lusë dhe juve mediave që të jeni ato ditë në ambientet e Kuvendit të Republikës Kosovës. Së pari është lajmi mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje, pra lajmi mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet, sepse siç e dini, ato janë pezulluar deri në sqarim të situatës brenda LDK-s. Sigurisht që nuk është në mandatin tim as në përgjithësitë e mia, sidomos jo në cilësinë që jam që të flas për atë çështje, por është shumë e rëndësishme që takimet të vazhdojnë, pra ato të thirren dhe të mbahen, dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrijmë pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentës së vendit. Pra shumë e rëndësishme që këto takime të vazhdojnë sa më parë. Se kush do të jetë kryetar apo kryetare e Kuvendit ende nuk është caktuar. Mund të më pyesësh për deklaratën e ministrit Konjufca, sepse po e shoh që po dëshiron me adresu si pyetje shtesë. Unë respektoj fjalën e tij, por edhe ai e ka theksuar atë ditë që ende nuk kemi vendosur se kush do të jetë propozimi jon. Prandaj jam shumë e bindur që nëse jo gjatë këtyre ditëve, në prag të 6 gushtit do të dihet se kush do të jetë propozimi i vetëvendosjes, pra i takon vetëm lëvizjes vetëvendosjes që të bëj propozimin se kush do të jetë kryetari apo kryetaria e Kuvendit.